Kur ta ndanim bashk, janë objektet e huaja që na kryesisht i shkelim, gjilponat, në i gjam, në një therë, të cilën shpesh na vran, nuk e hjekim, e lajmë aty, sepse nuk e dim që është mrena. Edhe këto i largoni. Patjetër, këto dhe të i largojmë, pjesë të metalike i largojmë me përcjellët të skopis, cilën dhe të përcjellëm edhe saks, shkojmë me premje minimale, me anestezion lokale dhe i largojmë. Ndërsa therrat është një problem tjetër, sepse edhe ato largohen, mirë po ato shkaktojnë infeksione. Infeksione, reakcione dhe faktikisht ajo më në kohë, nëse detyrimisht të tërgën të mjeku për shkak të dhëmbjeve të bashkë. Ndërsa trupat metalike, nëse futen thellë, dhe ata mundën edhe mos më dojnë simptome, veç rastësisht e sheh.